Të nderuar bashkëqytetarë, Struga nuk është vetëm qyteti ku jetojmë, ajo është shtëpia jonë, kujtimi ynë dhe identiteti ynë. Është qytet urash, gjuhësh, kulturash dhe besimesh të ndryshme, që prej vitesh jetojmë së bashku me respekt dhe mirëkuptim. Mjedisi ynë multietnik është forca jonë dhe një vlerë që na obligon çdo ditë të ndërtojmë besim, bashkëjetesë dhe dialog të sinqert. Në fillim të këtij viti të ri, nga zemra ju uroj para së gjitha shëndet të mirë, paqe dhe ngrohtësi në familjet tuaja, ju uroj forcë për të përballur me sfidat e përditshme, durim dhe besim se puna dhe përkushtimi gjithmonë sjellin rezultate. Le të jetë ky vit i mbushur me solidaritet dhe shpresë për një të ardhme më të mirë. Para nesh është një vit që kërkon shumë punë, përgjegjësi dhe angazhim. Si kryetar komune, së bashku me administratën komunale, mbetemi të vendosur të punojmë me ndershmëri, profesionalizëm dhe transparencë në shërbim të qytetarëve. Administrata jonë do të vazhdojë të jetë e hapur, efikase dhe përkushtuar me qëllim të qartë për mirësimin e cilësisë së jetesës dhe zhvillimit të barabartë për të gjithë pjesët e komunës. Besoj se vetëm përmes punës së përbashkët, respektit të ndërsjellë dhe besimit mund të ndërtojmë një Strugë të qëndrueshme, humane dhe të zhvilluar. Një qytet ku çdo njeri ndihet i pranuar, i sigurt dhe i vlerësuar. Të vazhdojmë së bashku me zemër dhe me punë, të ndërtojmë Strugën që e duam dhe që meritojmë për ne dhe për brezat që vinë. Ju uroj një vit të suksesshëm, të shëndetshëm dhe të mbarë, gëzuar vitin 2026.